Hoxhë, i kum zgjedh disa thënie të Resulullahu sallallahu alaihi wasallam, më të dashurit ton. Ta thotë kështu, u porosis, neve na porosis, të silleni mirë me gratë. Tirmidhiu e saksoi Sheh Albani këtë hadith. Po është porosia e përhershme e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, madje edhe në haxhin lam të mirës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shfryzoi rastin ku ishin të pranishëm mbi 100.000 sahabe që kishin ardhur me kry haxhin me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe me qenë pjesëmarrës në atë këshillën lam të mirës të umetit islam, edhe këtë porosi, ju porosis, ju këshilloj të jeni të kujdesshëm në sjelljen tuaj në grave. Normalisht komunikim këtë. Gjithë aspektet, sepse shife, në fillim e përmendëm, konstruksioni psikofizik i mashkullit dhe femrës dallon. Edhe nga ky aspekt, mashkulli shpesh ka mundësi mos me e kuptu pozicionin e vet, edhe pozicionin e femrës. Ai kujdesim duhet me kohë. Andaj vjen porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është porosi përcaktuese për besimtarin. S'mundet me kapërsia jashtë, kalimthi, shkeleshko. Është porosi në një moment të jashtëzakonshëm, një shoqëri, një grumbull të njerëzve të jashtëzakonshëm, porosi historike. Ju porosis që të kujdeseni për gratë. Feja është kjo. Po, është pjesë bazike e botkuptimeve të muslimanit për jetën, dhe për familjen dhe për shoqërinë dhe për gruan këtë rast. Kujdesi veçantë. Bile është një hadith tjetër, nuk e di a e ki atë të jasë e ki, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një sahabi thot rifqan bil qawarir. Tjesh i but ndaj çelçit. Këtë hadith se ndaj gotave të çelçit. Gotave të çelçit. Gratë i ka përshku sikurse gotat të çelçit. Edhe ka lyp për shembull prej besimtarve që të jenë të but me to. Për shembull kjo është gotë, për shembull është keramik. Edhe normalisht nëse për plas, rreziku me plas është më e vogël. Ama gotat e çelçit, domthonë na edhe në shtëpi që e kemi për shembull, rrujmë mos të përplasin njëra me tjetrën, jo edhe me enë tjetër, se shpejt thehen ato. Andaj shefni çfarë përshkrimi ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Gratë janë si gotat e çelçit. Ato janë shumë ndihshme. Normalisht edhe të bukura, realisht, edhe ata që domthonë komunikojnë me gratë, duhet të jenë të butë me to. Që mos thehen. Po, se po ndryshe thehen shpejt. A ka mashkuj që debatojnë me to, thosë janë 50-50, domethënë kështu fit janë. A faktikisht ato janë çelç. Po, ato janë shumë ndihshme, edhe thyeshme, edhe pra të lipët kujdes edhe butësi. Edhe butësi, sepse ti edhe nëse një gotë, për shembull, si mos janë qanë më të fuqishëm me kapti fort e them. Andaj lip edhe kujdes, edhe butësi, edhe te kalim. Po, si, ajo është mëse pastaj flasim për këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Rifqan bil qawarir. Domthonë, këtu thotë ju porositni që të kujdeseni për gratë, këtu thotë të jeni të butë në sjelljen tuaj ndaj gotave të çelçit. Kështu i përshkruan gratë. Do të kërkoni një trajtim tej maset të ndihshëm, senzitiv. Edhe për emocionet e femrës, edhe për nevojat e femrës, edhe për botkuptimin e femrës, edhe për vendimet e femrës, edhe për këshillat e femrës, edhe për rolin e femrës, për këto segmente që ballafaqohemi na për çdo ditë me to në jetën tonë familjare dhe jetën tonë shoqërore, këto parametra i bart me vete ky hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ta them edhe një gjë, kjo ka ndodhur kur para 1400 viteve. Kur femra s'ka pas asnjë lloj trajtimi askund në botë. Bile sipas koncepteve biblike, femra domosdoshmë është djalli vet. Andaj nuk gëzon asnjë të drejtë, asnjë respekt. As ka drejt trashëgimie, as ka drejt domosdoshmë emri, as ka drejt vendimi, asgjë s'ka. Që në atë kohë, do thot në një ligjërim publik ku kanë qenë mbi 100.000 besimtar, që asi të bimet të mëdha rrallë ka pas në atë kohë. E shfrytëzon rastin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe jep këtë porosi kur këtë rrethi, po edhe arabët e para islamit nuk e trashëtojnë gruan domosdoshmë këtë pozicion. Andaj ishte insistimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që këtë kulturë të re që e sjell Islami me vete ta shndrojmë domosdoshmë në parim. Edhe ai të mos shkelet. Andaj ishte porosi pe porosive lamtumirisë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam umetit islam, edhe dha këtë porosi, ju porosit që të kujdeseni për gratë. Edhe njerë po tham, paramendojnë në atë kohë. E sot s'mundet me ardhë dikush, s'po du me përmen emrat përveçëm, dikush që një fakultet me zërë e ka përfunduar, më s'las që ka lezu libra,
Edhe konceptet e feminizmit, më vjen keq që ajo që promovohet në për ekranet televizive, në për shumë debate, emisione debative, janë mohabete odash, mohabete qajtoresh. Nuk ka analiza të rregullave, të definicioneve, të qasjeve analitike, të debateve mes filozofëve të ndryshëm të botës. Fatkeqësisht me i pyet, sot ata që dalin për emisione, a din emrin e 10 filozofëve më të rëndësishëm të mendimit botnor, e kam vështirë me t'i numërua. E mos flasim për në thellësi teorike në temat që ata i flasin. Do të them që realisht këta njerëz që kanë uzurpu, që e kanë kidnapu këtë hapësirë mediatike, për shkak se janë normalisht media private dhe ato udhëhiqen nga interesat kapitaliste të tyre, janë tu bombardue opinionin publik me kësi lloj muhabetesh që realisht nuk janë problemet reale të shoqërive tona, nuk ka kur një farë përfitimi nga ajo që flasin ata dhe nuk kontribojnë në asnjë formë për ta zhvilluar këtë vend. E them me përgjegjësi më të madhe, nuk japin asnjë kontribut për të zhvilluar këtë vend. Problemet tona, duke filluar që nga problemet politike, ato ekonomike, i kemi deri tek problemet tona morale. Edhe një shtet nuk ka mundësi me u zhvillu nëse ka probleme politike, ka padrejtësi politike, nëse ka pabarazi ekonomike në kuptimin e shanseve të pabarabarta ndaj njerëzve që merren me zhvillimin e ekonomisë, edhe kemi probleme të mëdha morale. Na kemi probleme në arsimit për problemeve bazike, e këtë debata për feminizmin nuk e ndihmojnë zhvillimin e sistemit të arsimit. Motrat tona, shqiptarët tona, mendon që janë shmeton të hutume, pa ato e dinë se kur gjonë s'kapi dhe nuk i hajnë forat kollaj për ati, vëpëtan. Për emisioneve feministe. Janë shumë të menqura, shqiptarët janë shumë të menqura, ato vetëm hadithin e dëgjojnë edhe i japin vull për jetën e tyre. Kështu du të me qenë, po çdo herë për shembull në shoqëri ka edhe njerëz që bin pre edhe domethënë bin kurthe tyre dhe bëhen viktim e atij shpërlarjes trunit, sepse ata neve na akuzojnë se na shpërlojmë trunin, por na flasim një fe që ka rrojt që nga njeriu i parë në tokë deri te profeti i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këto rregulla që i flasim na për vlerat morale i kanë këtë fet. A di pse e thash porzit këtë gjë? Se hadithin, sepse emisionet fetare më të shikume, më të interesume janë nga gjenia femrore. Shumica e shohën aty në statistikë kur del, shumica janë gjenisë femrore, nënat e ardhshme të umetit islam në Ballkan. Janë dy pjesë, edhe ato që kanë vujt nga burrat ignorant fetarisht xahila, edhe gjejnë prehjet e islami, edhe ato vajza të reja që e shohin që ka ndodhur kalumen me gjinin femrore nga padrejësia e ignorantëve e kërkojnë zgjidhjen tek islamin, kuptimin edukimit fetar të burrave të ardhshme të tyre. Se fakt është se në mungesë të islamit si pjesë përbërëse e kulturave familjare tona, është shumë vështirë me siguru stabilitet brenda martesave të reja, edhe normalisht është shumë vështirë me nxit të rit pas e mu martu. Edhe kjo është element i rëndësishëm. Femrat e reja dhe djemt e ri, nëse s'ka islam, s'kan mu martu. Sipas trendit. Nëse ka islam do të bëhen nënat e ardhshëm të umetit që do të çlirojnë Romën. Me islam ato domethënë kanë mu martuar dhe normalisht pastaj kanë dhënë kontribut të madh në zhvillimin e kombit ton me lindjet e tyre që kanë bërë dhe edukimin e fëmijëve që kanë më bërë.